Benita përfshihet në një debat shumë të ashpër me Albën, ku tensioni rritet nga minuta në minutë dhe atmosfera bëhet tepër e rëndë. Ajo shpërthen me tone të forta dhe e akuzon Albën se është një vajzë shumë e keqe, duke thënë se sjelljet e saj janë provokuese dhe plot mungesë respekti. Sipas Benitës, Alba e kalon çdo kufi në debat dhe përdor tema që nuk duhet të përmenden kurrë, sidomos kur bëhet fjalë për familjen. Gjatë përplasjes, Benita ndalet në mënyrë të prerë dhe i thot Albës që të mos ja përmend më nënën, duke e bërë shumë të qartë se kjo është një vijë e kuqe për të. Ajo shprehet se përmendja e nënës është ofendim i rëndë dhe se nuk do ta tolerojë më asnjëherë një gjë të tillë. Benita tregohet shumë e acaruar emocionalisht dhe reagon me nervozizëm të madh, duke e kërcënuar verbalisht Albën që të ndalojë menjëherë. Debati vazhdon me fjalë të forta nga të dyja palët, ndërsa Benita thekson se nuk do të lejojë askënd ta prek në pika kaq të ndjeshme. Ajo shprehet se Alba po e bën qëllimisht për ta nxjerrë nga vetja dhe për ta provokuar, por se ajo nuk do të hesht më. Situata përshkallëzohet dhe krijon një klimë shumë të tensionuar në shtëpi, ku banorët e tjerë mbeten të habitur nga ashpërsia e debatit dhe nga fjalët e rënda që hidhen mes Benitës dhe Albës.